Përshëndetje. Sot Alstori ka udhëtuar drejt Kosovës për të sjellur një histori që në fakt më shumë se sa një histori suksesi, është një histori force, është një histori kurajoje, është një histori jete. Është nga ato histori që na tregojnë se si fati e shënjon profesionin e dikujt për ta kthyer atë nga profesion në mision. Kënaqësi dhe nder i veçantë që këtë Alstori ta ndaj me psikologen Arjeta Musliu. Faleminderit që na pritët në zyrën tuaj, në një habitat që është habitati juaj, po në fakt janë mure që kanë dëgjuar shumë histori, të cilat në formë të përmbledhur do të mundohemi që t'i diskutojmë sot në këtë Alstori. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit që më keni nderuar. Nuk jemi larg Maqedonia dhe Kosova. Sidoqoftë më pas ka marrë malli të zhvilloj një intervistë, sidomos me juve, më emocionuat me këtë prezantim që bët në pika të shkurta, por nuk ngelini mrapa dhe ju. Faleminderit. Uroj të kalojmë sa më mirë. Do doja që ta nisim nga momenti ku jemi. Nëse do t'ju kërkoja një përshkrim të shkurtër se si është Arjeta sot, si është ajo? Më e përmbushur se kur. Çdo ditë duke njohur dhe duke pa lotët e sinqert. Këtu mund ta quaj veten me fat, se jo çdo kush mund të shoh ata lotë që vërojnë nga shpirti. Njëkohësisht një zemër që kërkon ndihmë dhe mbi të gjitha kur unë shihem si ajo shkëndija që sjell të mira brenda katër mureve të një familje. Në fakt unë e thash në fillim që disa njerëzve fati u shënjon profesionin për t'ja u kthyer atë në mision, për t'i bërë atë të dalin nga sukseset e egos personale në një altruizëm të gjerë social. Cila ishte ajo pikë që e ktheu jetën tuaj në këtë lloj misioni? Çfarë ishte ajo ngjarje e madhe e jetës tuaj që ju bëri që të mendonit se përtej egoizmit profesional, arritjeve që do secili njeri t'i ketë në jetën e vet, ta kthej këtë në një mision për të hyrë në lëkurën e tjerëve dhe për t'u shërbyer atyre, ndoshta dhe disa gjëra që nuk mundet t'i realizonit për veten tuaj. Tani profesioni im i parë është si infermiere. E kam dashur mantilin e bardhë, me ato synimet që do bëhem një doktoresh. Kjo ka qenë më shumë dëshire nënës time se sa e imja, por nuk ndodhi. U bëra nënë e 2 fëmijëve, që tani fizikisht djali im nuk jeton për 8 vite. E doja profesionin në një periudhë, nëse e them para 15 viteve, të drejtimin e psikologjisë, thjesht, që të jem më afër shumë grave që nuk kanë guxim të kërkojnë atë të parën, atë anë e vetës që ju takon. I shihja në forma të ndryshme dhe vazhdova të studioj për psikologji. Në momentin e mbarimit studimeve, po edhe këtë avancim, edhe kalova në titullin e psikologës klinike, që do merrem me shumë problematika të përgjithshme të shoqërisë tonë, që do bëj vlerësimin e fëmijëve të vegjël, që më ka gëzu fakti kur dëgjova që duhet të bëhet vlerësimi psikologjik për të filluar fëmija klasën e parë. Po të më thoshte dikush para 9 viteve që unë do merresha me problemin thelbësor, fatkeqësisht të them që ka kapluar, ka infektuar gjithë shoqërinë tonë, nuk po flas vetëm për Kosovë, po është Maqedonia, është pjesa e Shqipërisë, në të njëjtën situatë, nuk e di se do reagoja. Dallgët e jetës na përplasin, hera këtej, herë këtej. Përpiqemi të jemi të fortë, përpiqemi të mos dorëzohemi, por jeta më mësoi që vërtet njeriu që ka i fortë, padyshim, nëse do të mos dorëzohet, vetë individi. Ku e gjen forcën për te i gruas? Ku e gjen forcën një nën që humbet betejën me lëndë narkotike nëpërmjet djalit të saj, sepse ju keni humbur djalin tuaj? Ku e gjen forcën një nën
për t'i thënë vetes nuk do dorëzoha? Cili është ai moment që ti bjen, por i thua vetes që tani duhet të ringrihesh, sepse ke një mision për të çuar përpara? Atëherë, përvoja personale jep gjithçka nga vetja, te qenia njerëzore, te thellësia që ne nuk i njohim shumë gjëra, shumë tiparet tona, shumë asetet tona, nëse mund ta themi, pa e provuar mbas e vetë. Kam qenë në një udhkryq, mund ta quaj. Kam kaluar një luftë të rëndë, me djalin tim që nuk jeton më, për shumë vite. Edhe raportet që kishim ne mes vete, më mbuluan me shumë informacione, sa shumë nëna po e vuajnë këtë, sa shumë nëna kanë frikë të kërkojnë ndihmë, sa shumë nëna nuk e kanë guximin të flasin. Kanë frikë apo një lloj ndroje nga paragjykimi? Këto janë të dyja së bashku. Frigohen se do gjykohen, një akull i paprekur, pas një tentim të thyetaj, edhe të mendosh se brenda 4 mureve nuk zgjidhen problemet, padyshim. Edhe vazhdimisht ishim duke bërë përpjekje që të fitojmë luftën, betej pas beteje. Ndonjë betejë humbej, ndonjë ishim fitues, që na motivante. Këtë histori të shkurtër, po e paraqes në emisionin tuaj, gjithmonë duke shpresuar që do jetë ajo trokitja më reale të shumë familje. Do doja të them të pak familje, por realitetin fatkeqësisht unë e shoh ndryshe, edhe si është situata aktualisht e përdoruesve të drogës. Raportet e shëndosha të mira që kishim, sepse shok nuk mund t'i bësh fëmijës asnjëherë. Por raportet që kishim ne ishin aq të afërta, të hapura që nxjerrnin në pa gjithçka. Më tregonte si është dita e tij, më tregonte si po vuante, më tregonte sa shumë e donte jetën. Në mesin e kësaj qiltërsie që kishte ai si një fëmijë i mbar, gjithmonë e shqetësonte fati se çka po ndodh me shokët e tij. Mamita kam një ushtri rreth vetës që ata kërkojnë ndihmë, por nuk ja ofron askush. Edhe aty më lindi një ide çka mund të bëjmë për rinin tonë, në aspektin e profesionit që kisha, po më shumë në aspektin e përvojës edhe dita ditës që po kaloja me të. Nuk ndodhi ashtu si e menduam ne. Unë dash një shfaqje para 6 viteve, një shfaqje me skenarin tim, me përvojën time, dhe perdët e asaj shfaqje e mbylla. I mbylla me plot vetdije, tregova kush jam, tregova historinë time, dhe atëherë njoha jetën. Bisedova gjatë, njoha shumë gjëra që kishte brenda Arjeta, që për mua ishin të pamenduara. Edhe atëherë thash, Arjeta, je në një udhkryq, çka do bësh tutje? Realiteti që po përjetojmë ne, apo sfida më e madhe që mund të godas një nën, një prind, që t'jetoj pa bimën e shpirtit, atëherë thash, a do bësh ajo egoistja që do vajtosh, do qash, edhe do kërkosh të pamundërën të realizohet, apo do jesh ai zëri i fuqishëm që mbas se ti do jesh shkak të ndihmosh një të ri, do shpëtosh një jetë. Do të kapesha tek disa fjalë tuajat. Fëmijës nuk mund t'i bëhesh shok. Unë e besoj këtë gjë, edhe mendoj që është kështu, sepse në jetë ne njohim shumë shok dhe shoqe, por prindër kemi vetëm ata që na e bëjnë kokën. Kështu që është mirë që të mbahet ajo imazhi i nënës edhe i babait. Ku mendon se ndoshta ju dështojnë, po ku mendon që bëhet një pikë prerëse mes komunikimit prindër-fëmijë? Nuk do të thoja ku dështojnë prindrit, po ku është ajo pika që ata nuk arrin ta kuptojnë fëmijën e tyre dhe fëmia fillon të largohet dhe të, si thua, hapësirat e tij t'i mbushin këtë lloj deviancash. Ku është ai çedimi? Çfarë mungon sot Kemi shumë faktorë. familjes? Krahasimet që i bëjnë disa prindër në shoqërinë tonë, me periudhën si e kanë kaluar ata rinin, familjinë e tyre,
respekti, frika kushtimisht ndaj autoritetit të prindit, më nuk është. Edhe ata janë akoma në kërkim, gjë që ky evolimi i jetës për ditëshmërisë tonë ka bërë që sikur të na ikin këta fëmijët nga kontrolli. Pse po ndodh kjo? Gjithçka që them sot me ju është nga përvoja dhe nga ngjarjet reale që shprehen familjet, prindërit sidomos. Cili prind do kursente veten që mos jetë afër fëmijës kur ai ka nevojë. Çka po ndodh këtu? Aturën lidhëse të komunikimit, të bisedës së hapur, prindi nuk po e afron të fëmija. Po e afron në formë të gabuar. Po e ofron përmes gjërave të shtrenjta, materiale, po përpiqet ta angazhoj fëmin në disa aktivitete, për shembull, po i pa monitoruar ai fëmijë. A mos po shërojnë pak veten prindrit nga e shkuara e tyre duke munduar ta kompensojnë te fëmia? Ne gjithmonë, gjithë jetën sa jetojmë jemi në kërkim të realizimit të përmbushjes së vetes me ato që na kanë munguar në familjen tonë. Tani ajo kultura jonë, sado që përpiqemi të bëjmë ndryshime, ajo bartët, ajo është e ngjitur me neve në shumë aspekte. Kështu që e para është kjo, mendoj. Mandej ekziston ajo qasja e gabuar në raportin prind-fëmijë, ose një kushtëzim i rrept, ose një liri e tepruar. Nëse dalim te të menduarit e fëmijëve, të rinjve, adoleshentëve, atëherë ata gjithmonë e justifikojnë, po e arsyetojnë veten, gjithmonë në kërkim, sepse unë sa po të mbushi 18 vjet jam i pavarur. Po kur e analizojmë, ai fëmijë i pavarur, i cili nuk është në një marrëdhënie pune, i cili ai ka akoma obligime të avancohet, të shkollohet, të marrë një diplomë, të krijojë një profesion, të di çka po kërkon nga jeta, atëherë ai financohet, ai po e kërkon ndihmën e prindit në forma të ndryshme. Kur vjen puna te kjo pavarësia, te monitorimi apo vëzhgimi indirekt ta quaj, sepse kurrëzimet janë shumë të dëmshme, sikur te fëmia, sikur te i rrituri, dhe po harrojmë që ne duhet të punojmë më shumë në formësimin e individit, që krijimi i personalitetit është deri në moshën 7 vjeçe. Atëherë ne lejojmë që zënkat të bëhen në prezencën e fëmijës, mosmarrveshjet e çiftit bashkëshortor, edhe kjo, po ndodh që vazhdojmë të mendojmë që ai është fëmijë dhe nuk di, ndërsa traumat e fëmijërisë trokasin në periudhën kur ne më së paku e presim, kur mendojmë që fëmia jonë është i rritur, është më i pjekur, më i logjikshëm, veç se atëherë aktivizohet një traumë që po e çon drejt devijimit një të ri ose një të re. A e kemi keq kuptuar sensin e lirisë në kontekstin më të gjerë, qoftë tek fëmijët, qoftë tek partnerët, qoftë tek familja? A mos e kemi keq kuptuar, mos e kemi keq përdorur pak të lloj nocioni të lirisë? Është mendimi im personal që shoh një keq kuptim të madh në aspektin e lirisë. Qoftë të moshës fëmijërore, qoftë adoleshentit, qoftë të rriturit, qoftë çiftet bashkëshortore, qoftë edhe në atë pjesën e përgjithësisë të lirisë që ne mbase po ja japim lehtë dhe prindërve, po kthejmë kokën anësh ndaj përkujdesës dhe përgjegjësisë që kemi ndaj moshave më të shtyra, familjeve tona, prindërve tanë, gjyshërve tonë, sepse kjo liria individuale, personale që na konvenon, mbase po na bën të harrojmë disa gjëra që duhet të jenë prezente në shoqërinë tonë. Në atë koltuk ku jeni ulur tani, unë jam shumë e sigurt që ju keni dëgjuar mira histori. Dhimbje që e kanë tanguar edhe dhimbjen tuaj personale. Dhimbje që ju kanë prekur si nën, ju kanë lënduar si grua, por që është dashur ti menaxhoni si profesioniste. Si a dilni që të ruani këtë balancën? Do me thënë që ju t'jeni aty për të dhënë një shërbim, për të dhënë një këshill, për të dhënë një asistencë, në ndërkohë që ndoshta në ato momente jeni dhe ju vetë që keni nevojë për atë ngushëllim që ju duhet t'ja ofroni dikujt tjetër. Patjetër që po, çdo individ ka nevojë për një psikolog,
ndërsa psikologu ka nevojë për 2 psikologë. Kjo është një thënie e një I keni profesorit gjetur tim. ju 2 psikologët tuaj? Akoma jo, jam në kërkim. Jam në kërkim të kësaj, po sidoqoftë njerëz jemi, kemi emocione, kemi ndjenja të gjithë. Atëherë, fillimi them është si një ëndër me sy hapur kur mora vendimin për të hapur qendrën. Edhe qendra fillimisht u emërua qendra Këshillimi, jo qendra Rijeta. E mendova këtë gjë që do jetë më e kapshme dhe më e pranueshme në shoqërinë tonë. Po iki të këshillohem, aty brenda do ketë ndonjë trajtim, po thjesht këshillimi mendoj që ishte më e kapshme. Kur filluan ato kërkesat, interesimi jashtëzakonisht i madh, unë duhet të kaloja në një organizatë jo qeveritare. Edhe emrova Rijeta. Ky emër më përmbush fillimisht, po ndërlidhem të pyetja që e bët, sepse emocionet tona janë me ne gjithmonë. Edhe mendova si do emrohet qendra. Stop droga, stop kjo, stop ajo, ka kaluar në një Klishe, është bërë klishe. Edhe mendova një individ që heq dorë nga droga, nga konsumimi, po fillon një jetë të re, pse mos e quaj qendra Rijeta? Po paraprakisht këtë Rijeta, një jetë e re mundësoi emri i djalit tim, 2 shkronjat e para, edhe shkurtesa e emrit tim, sepse shumica më thrasin Jeta, Rijeta, më përmbushi si nën, më përmbushi që emri i djalit tim është figuron gjithçka, sepse dëshira e tij, qëllimi i tij u realizua nga nëna e tij, edhe fatmirësisht që sot po i ndryshojmë jetën shumë të rinjve. Në aspektin emocional, çdo fillim është i vështirë. Nuk mund të themi se kemi përvojë, se kemi diploma të shumta dhe ne jemi stabile dhe të sigurt në atë që ofrojmë. Profesioni si infermiere më ka mundësuar, më ka lehtësuar pak. Kemi parë raste të ndryshme. Sepse keni qenë në vit parë me njerëz që luftojnë me dhimbje. Vazhdoj të punoj profesionin si infermiere dhe që më kujtohet ajo dita e parë. Kam pasur në një konsult 2 prindër nga Zvicra. Në momentin që kam pa publikimin e qendrës, ata morën mundin edhe erdhën nga Zvicra. Aty filloi një... Nuk kam përshkrim. Dëgjoj, këto gjëra që ndjehen me shpirt nuk e di që ka poet, shkrimtar apo dikush që mund t'i përmbledh përmes një fjali apo poezi apo tregimi. A e keni ndjerë sepse ato ndjehen. A e keni ndjerë ndonjëherë veten që po i thoni dikujt ato fjalë që keni pas nevojë që dikush t'ua thot ju në momentet caktuara? 90%. 90% të kohës që punoj unë këtu. Nëse mundem edhe këtë ta them, që emocionet fillimisht ka qenë ai disbalansi, fillimisht ka pasur emocione që je fut thellë tek individi, ndërsa me kalimin e kohës gjithçka është në aspekt profesional, se duhet të respektohet kjo pjesë, po ja që lotët na tradhtojnë me raste kur ndëgjojmë. Është ajo që ndoshta do e ndaja si një histori kur më erdhi një shok i djalit tim për të kërkuar ndihmë. Edhe unë nuk e kujtoja si emër, edhe më tham janë dashur 2 vite që unë trokasëm këtë derë, edhe fillimisht u çmallëm me njëri tjetrin, unë ndjeva shumë mirë, edhe sot jam shumë e lumtur që ja kemi dalë së bashku, duke bashkë rrugtuar në këtë rrugë, që ai ka krijuar një familje, ka një fëmijë, ka qenë personi që më ka sjell të fejuarën, që më ka prezantuar, më ka njoftuar, jam ftuar në dasmën e tyre, po sidoqoftë rregullat tona profesionale na penalizojnë për disa gjëra që shpirti na i don, ndërsa nuk na lejohet, edhe po menaxhohet mirë, po e mendoj se unë kam atë paqen me veten. Jona, kjo është shumë e rëndësishme, kur unë vë kokën në jastëk dhe e di që kam dhënë gjithçka nga vetja, nuk kam kursyer. Edhe jam në harmoni me veten time, brenda asaj dite që kam mbyllur, edhe nuk mund të ketë diçka që të shqetëson, apo ti do e mendon, po ti kisha thënë kështu, apo kështu, apo ashtu. Sepse gjithçka që buron nga unë, që çdo shërbim që ofrohet është me shpirt, është e fokusuar në përvojën time,
edhe falë sinceritetit dhe besimit të atij individi që hap zemrën përballë meje dhe kemi një qëllim të përbashkët. E përmende një rast suksesi. Në fakt, për këto vite që qendra funksionon, unë do të rendisja shumë raste suksesi, shumë raste të dëgjuara të rinjve të cilët ja kanë dalur. E përmendëm gjatë bisedës tonë rëndësinë e familjes dhe unë do doja që ndoshta edhe në një formë mesazhi. Sa e rëndësishme është mbështetja, asistenca, prezenca e familjes që këta kryesisht djemë, po mendoj që ka edhe vajza që janë përdoruese, që këta fëmijë, se janë fëmijët e atyre familjeve, t'ja dalin me sukses. Sa e rëndësishme është që ajo familja të jetë bashkë edhe të jetë prezente. Atëherë, lajmi më i papranueshëm për prindin është kur ai kupton që fëmia i vet po helmon vetën, pavarësisht me cilin lloj të lëndës psikoaktive, sintetike. Kjo është një gamë e gjerë për tu diskutuar, po vetëm se kur përmendet marijuana ose i gjendet një cigare në xhep ose i gjendet çkado e vogël tjetë, ajo është shumë e rëndë për të pranuar që fëmia i tij po helmon vetën. Sepse sipërfaqësisht i di gjërat. Është drogë, është rrezikshme, është pa ditur më shumë. Kemi një nevojë të veçantë për psikoedukim në shoqërinë tonë sa i përket çastjes dhe mbështetjes me fëmijët përdorues. Do doja që numri të ishte çdo ditë në ulje, por është e kundërta. Edhe ajo gjendja emocionale, psikologjike e familjes, e prindërve, thjesht e sjell me një situatë shumë të pakëndshme. Gjithë familjen. Infektohet edhe daja dhe axha dhe halla dhe gjithë secili. Disa familje përpiqen ta mbajnë të fshehur, të bëjnë zgjidhje brenda 4 mureve, gjë që është apeli im që sa më herët të trokasin në dyert përkatëse profesionale për të kërkuar ndihmë. Sa jemi të informuar sa i përket prindërve, jemi pak të varfër në këtë pjesë. Si duhet familja ta pres një lajm është ajo mënyra më e qetë që është e vështirë të menaxhohet, edhe do thonte dikush çka po thot kjo, por ne duke bërtitur, duke drejtuar gishtin, duke e emëruar, duke e thirrur drogaxhi, drogirash, nuk kam rritur deri në këtë moshë, nuk kam investuar tek ty për të ma kthyer në këtë formë, atëherë ne kemi humbur fëmijë. Sinqerisht e them nga përvojat e shumë familjeve. Ç'a duhet të bëjmë? Duhet të ruajmë qetësinë. Pa qenë ne mirë, nuk mund të jemi të dobishëm të fëmijët tanë. Edhe të kërkojmë ndihmë profesionale. Shërbimet që ofron qendra jonë, konkretisht unë, paralelisht unë punoj edhe me individin në fjalë që është përdorues edhe me prindërit. Ofroj këshillim, psikoedukim, gjë që pas një jave apo 10 dite kur vjen koha e takimit të radhës, personi në fjalë më thot çka ke bë ti me prindët e mi, se unë nuk po i njoh. Po sillen ndryshe, shkëmbejnë për qafime, më thonë se më duan, se kam vlerë për ata. Kjo është ai hapi i parë apo çelësi për t'i qëndruar fëmijës afër. Ne po flasim për ata fëmijë që janë përdorues, po a ka shumë probleme familja jonë sot? Edhe të formateve dhe dimensioneve tjera. Kemi shumë. Dëgjoj, nuk do ishte bota interesante të ishim pa probleme. Po thjesht mendoj që ne i ndrydhim emocionet, ndjenjat, nevojat tona, gjë që sjellin probleme, apo keqkuptimin, apo debatet. Pse po ndodh kjo? Sepse nuk po mendojmë më gjerë, nuk po mendojmë më hapur. Është krijuar një ego personale, të arrijë vetëm atë që e dua unë, pa menduar korrekt. Pra po e them, mbasi kjo liria e shprehur, e tepruar, thjesht pak na ka bë vetjak, egoist, në disa, nuk po i përgjithsoj, ato që janë aktuale tani. Kemi nevojë problematika të ndryshme, asistenca, një familje që jeton me një asistencë sociale, ka nevojë për mbështetje. Ajo familja që jeton në pallate ka probleme brenda vetës.
Çiftet mes vete, qofshin në bashkëjetesë, qofshin të martuar, divorcet janë çdo ditë më të shprehura. Kemi raste kur për një imësirë që ndoshta unë nuk do guxoj ata Ta të mendosh përpunoja, prishjen e familjes. unë e shoh aq lehtë i thon njëri tjetrit më nuk njihemi, vendosëm të ndahem. Martesa është marrëdhënie, duhet të marrësh dhe të japësh. Nëse e mendojmë këtë pjesë. Vrasjet janë çdo ditë në rritje, dhunimet, abuzimet e formave të ndryshme. Në tërësi të shoqërisë tonë ne nuk po japim atë sa kemi nevojë, sepse këtu bëj pjesë edhe unë, bëni pjesë edhe ju në këtë problematika. Gjë që me një formë po zgjerohemi, luksi, ndryshimi i stilit të jetës, po ndryshon gjithçka për të mirë, po ne nuk jemi të përmbushur. Ne nuk e dim çka po kërkojmë në shumtën e rasteve. Nuk e dim në kërkim të kujt jemi që ne të ndjehemi të lumtur. Po lumturia është brenda nesh. Ne jemi të rrethuar me lumturi, po varësisht se ne si i shohim gjërat, për të përmbush veten fillimisht. Edhe kjo reflekton fillimisht te vetja për të dhënë, nëse ti je përmbushur, qysh në mëngjes, nëse ti e mendon, je falënderuese ndaj Zotit që të dha dhe një mundësi të një dite mbase, gjë që edhe atë ditë se dia e kemi të sigurt, po thjesht një gotë ujë që pim, një lindje dielli, ne të përmbushemi me këto, që jemi të rrethuar, që nuk kërkojnë kosto, atëherë edhe ne do jemi që të sigurt që ne do reflektojmë gjërat e mira të individit që e përshëndesim me një buzëqeshje, që do japim një përqafim, përqafimi nuk ka kosto. Ajo është dhurata më e bukur që mund t'i japësh dikujt. Kështu që gjërat e thjeshta ne nuk po i vlerësojmë. Ne po shohim përtej një mali, përtej një kodre. Ndoshta që jemi duam të përqendruar shumë realizohemi. tek forma më shumë se sa tek përmbajtja, tek ajo se si dukemi se sa tek ajo se si ndihemi. Mos flasim, është një temë e gjerë. Ne më shumë fokusohemi te dukja fizike sepse te ajo e mrençmja. Çka kemi ne? Mua më dhem shumë sepse nuk lëm të eksploroj me veten, duke i dhënë përparësi apo prioritet lakmisë. Ne kemi brenda vetes shumë gjëra që kanë vlerë, që nuk na jep dot as leku, as gjë tjetër, pos ne vetes tonë. Te kjo gjëja që ne kemi shumë gjëra brenda nesh që mund t'i japim vlerë edhe duke i rrëfyer. Unë jam shumë e lumtur që po ndajmë këtë bisedë bashk dhe jeni nga ato gratë që keni dhënë mesazhe të forta, që keni dhënë shembullin personal. Është shumë signifikative kur një individ të jep shembullin e vet personal për t'u kthyer në një kauzë shpresë edhe për të tjerët. Po jetojmë në një shoqëri që shpeshherë paragjykohemi, paragjykimet i kemi shpeshherë lënduese. A e keni ndjerë ndonjëherë që diku është keq përdorur dëmshuria juaj, dëshira juaj e mirë për të dhënë maksimumin nga vetja për të tjerët? Kjo hyn tek ato anët e tjera të njeriu që janë njerëzore dhe ajo. Tani, në momentin që unë hap zyrën, vi në zyrë, thjesht e kam atë kompromisin me veten, që nuk pres në këmbim të asaj që jap, nuk krijoj pritshmëri, pos një suksesit një individi që heq dorë nga konsumimi i drogës. Kjo është ajo paqja me veten që kam. Për të ardhur deri te dëshpërimi. A jemi si shoqëri jo mirënjohëse? Jemi. Ndërsa puna me drogën është e pamundur që mos prek çdo individ edhe të jemi pak më të kujdesshëm. Po ndodh edhe kjo që sapo ne mendojmë që po zbehet problemi, po vim nga e mira, harrojmë jo në aspektin e mirënjohjes jona, po thjesht unë e shoh nëse unë kam një hall edhe po kërkoj ndihmë nga dikush, atëherë unë ndjej obligim njerëzor, moral, që të paktën një mesazh të gjejmë 20 sekonda të them që ne jemi shumë mirë. Sepse mbase unë kam mbi 5000 raste që kam takuar dhe është e pamundur që unë të ndaj kohë gjithë secilit t'i pyes si jeni. Nëse bëjmë një shkputje të takimeve, sepse unë kam individe që 5 vite ju ofroj shërbime dhe i kam vazhdimisht në takime, sepse nuk mbaron me 1 muaj apo me
një periudhë më të gjatë. Vazhdimisht do jemi, vazhdimisht. Këtë mund të ndaj që dje nga Austria më ka kontaktu një djalë, që ai para 3 viteve kanë taku, thjesht më kërkoi në telefon të më tregoj që është mirë, a ka gjë më të mirë, a ka dhuratë më të mirë. Sa i përket, a është keq përdorur dhimbja, unë kam pritur, e kam përgatitur veten që do gjykohem, që do drejtoj gishtin një nën apo një familje, do thoj, po çka kërkon kjo te djali im kur nuk i ndihmoj djalit vet. Po fatmirësisht ka ndodhur e kundërta, gjithmonë. Vlerësime, nëna e shqiptarisë, nëna e gjithë Kosovës, nëna e dytë e një personi, më kanë kërkuar që të më quajnë nëna Arjet, ti je nëna e dytë, po këtë nuk e kam lejuar, se në këtë botë ekziston vetëm një nën, ajo nën që të ka sjell një jetë, në këtë jetë, edhe dominojnë mirënjohje, gjërat e mira se sa mos mirënjohja. Një zhgënjim që nuk më ka leju të dorëzohem, këtu ka qenë një mosmarrëveshje, po thjesht gjithmonë unë si Arjet përpiqem që t'i mirëkuptoj ato individ dhe të di në çfarë situate jam. Përndryshe, po funksionojnë mirë. Jemi të përmbushur. Ju keni një vajzë Po. të rritur tashmë, që padyshim ju jeni modeli i parë dhe i shkëlqyer në jetën e saj, që jam shumë e sigurt që do ta ridimensionoj gjatë gjithë kohës Po. jetën e saj si grua. Po për secilën vajzë që do t'ishte një ditë e ulur në vendin tuaj, për të rrëfyer ajo vetë një histori suksesi, për të rrëfyer një histori force që ne urojmë të mos jetë e këtij dimensioni, po të jetë një dimensioni tjetër. Cila do t'ishte një këshill, një sugjerim që do t'i jepje çdo vajze të re në atë fazën që është duke u përgatitur për të ndryshuar statusin e jetës vet, për të dalur në punë, në profesion, për të krijuar familje, cila do ishte një këshill, pavarësisht se çfarë do t'i vinte përpara një jetë, çfarë do ta këshilloje që ajo të bëhej një ditë një grua që të tregonte një histori suksesi të jetës saj. Të mos i lejoj vetës të krijoj mendime që nuk mundet. Çdo vajzë, çdo grua mundet. Nëse thellohemi në këtë që po e them, aty nxjerrim forcën, motivin, vetëvlerësimin dhe të mos përpiqemi t'i ngjasojmë askujt, të jemi vetja. Po një grua e cila sot është duke bërë një betejë të dyfisht. Nga njëra anë betejën me një fëmijë që mund të ketë varësi dhe nga ana tjetër një betejë për të ruajtur jetën bashkëshortore, sepse shpeshherë problematikat që lindin në familje krijojnë kriza të forta dhe çarje të forta dhe mes partnerëve. Kësaj gruaje që po lufton në këto dy anë, nuk po e llogarisim këtu mentalitetin, familjen, rrethin, po në këto dy pika të forta, mes nevojës për t'i asistuar fëmijës vet që ka varshmëri dhe nevojës si grua për të ruajtur balancat bashkëshortore dhe për të ruajtur familjen. Kjo është pak më e ndërlikuar, se kur kemi në mes bashkëshortin edhe fëmijën, atëherë dy herë na dhem shpirti. Për atë familjen e quaj, për atë raportin mes çifteve. Po ja që jo rrallë ndodhin përçarje mes bashkëshortëve, ku ata shohin problem fëmijë, gjendjen aktuale të fëmijës. Besojeni që jo rrallë ndodh që prindërit vinë të konsultohen, të kërkojnë ndihmë për fëmijën e tyre, pas 10 minuta bashkëbisedim që bëjmë, atëherë harrohet për çka kanë ardhur. Harrohet kushtimisht në thonjza po e them, akumulimi shumë vjeçar i një jete bashkëshortore, i një martese, i një çifti, atëherë shfrytëzohet ajo mundësia në këtë ambient ku jemi, edhe fillojnë ato fillimisht me bartjen e fajit. Nëna fajtore, sepse ka toleruar shumë, ja ka mbulu tmetat problemat, nëna thotë jo, agresiviteti, gjendja jote, sjellja jote e ka detyruar këtë. Edhe shoh që më shumë duhet të punohet me çiftin se sa me personin në fjalë, sepse ne po e dim për çka ka nevojë ai që është indikuar nga droga.
Ndërsa kjo pjesa tjetër është më problematike. Pse ndodh kjo? Sepse ne nuk kërkojmë ti. Ne i ndrydhim ndjenjat. Ne mbase kemi frikë, kjo gjenerata jonë, të kërkojmë atë që na takon. As më shumë, as më pak. Të vlerësohemi, po në rastin kur e kemi në mes përçarjen apo problemin, që problemi tjetër është më i rëndësishëm, mbase, atëherë ajo grua, ajo nën, kushdo qoftë, ajo që ka vullnetin të ndihmoj një të ri, ajo duhet fillimisht të merret me vetën. Jo periudhë të shkurtër. Të hapi sytë, të nxjerri nga vetja atë forcën e fjetur që është, edhe të mos dyshoj asnjë që nuk mundet apo do dorëzohet. Besojeni aq të forta jemi. Forca e gruas nuk ka kufi. Vetëm se duhet të di, të doj. Ne edhe mundemi edhe di, vetëm atë më. Edhe të dorëzohemi, edhe të mos dorëzohemi. Forma më e lehtë është dorëzimi, edhe të themi nuk mundet. Ndërsa kur kalojmë në për ato periudhat që na sprovon jeta në forma të ndryshme, atëherë ne vetëdijsohemi sa të forta, sa të dobishme dhe sa femra është çdo grua, çdo femën e shoh si një perandori në vete. Secila ka të jap diçka që unë nuk mundem, ti mundesh. Kështu që të mos kërkojnë vetën te dikush tjetër dhe të mos përpiqen të imitojnë apo të ngjasojnë. Okej, shembulli si shembull duhet të mirret, një grua e suksesshme, një emër shembull, një model, po gjithmonë të ruajmë ato kornizat tona që ato janë vetëm të tona. As që marrim askujt, as nuk më marri askush. Ishte shumë e bukur kjo që çdo grua, çdo femër është një perandori më vete. Unë jam shumë mirënjohëse që këtë perandori tuajën e ndatë sot me ne në All Story. Faleminderit edhe një herë, dhe te unë sollët emocione, sollët momente të mrekullueshme që do më shoqërojnë si kujtime gjatë gjithë jetës. Sot edhe pse kisha një ditë të ngarkuar, po ta dija se do kaloja kaq bukur, mendoj që me pa durim do e prisja. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe. Unë nuk do të bëj shumë komente. Uroj që çdo fjalë e kësaj interviste të jetë një motiv reflektimi të thellë, qoftë të individit, qoftë të shoqërisë. Faleminderit që na ndoqët.